Pas disa ditësh merreshje intensive dhe rritjet nivelit të vjosës, qytetarët e Vlorës thonë se situata përmbytjeve duhet menaxhuar me më shumë përgjegjësi dhe parandalim. Të intervistuar nga Blu Televizion, ata shprehen se institucionet shpesh reagojnë vetëm kur përmbytja ka ndodhur, duke lënë komunitetet e rrezikuara në mëshirë të natyrës. Do ishte marrë masa më përpara pak më mirë. Megjithatë, deri diku mirë. Por do ishte mirë të merreshin masat më përpara. Jo në kohën që ka shumë shira. Do të marrë një eksperiencë nga mbytjet që janë bërë, nga përmbytjet, pasandaj të thonë që të marrin masa dhe mos t'i japin tender kot, po t'i kontrollojnë ato që bëjnë. Domethënë të përballojnë. Kjo është e mira. Masat duhet marrë më përpara, jo në momentin që ke përmbytjet. Po jo mirë tani, se ndihet ajo varet nga Zoti, se kemi në dorë. Zjarri, ujë. Duhet ishin marrë masa? Masa më para, po, para këtë bëshin marrë. Ata kujtojnë kur bje shiu, nxjerr 5 punëtor atje me lopatë. Çfarë bëjnë ata? Edhe masa duhen marrë para. E para duhet të lëvizim ne njerë, të parat. Ai që ka bagti, duhet të marrë masa në mala, në fushat. Pastaj shteti është i fundit. Se thonë këta, shteti. Po shteti edhe në Itali kemi qenë në Greqi. Shteti bën ato që ka vetë në dorë. Kështu që vetë njerëzit duhet opinioni, duhet të ngrihen gjithë. Shumë mirë. Vlora nuk pati në përrezikshmëri. Qendrën administrative të Novoselës, ku doli luftja. Novosela po, atje është e përmisme. Sa herë këtë rreshja atje do këtë përmbetje patjetër. Jam shteti. Çfarë do të bësh? Qeveria. Ushtria, tila komplet do të marrin masa para kohës se të ndodhi kjo iniciativë. Shiko, kjo situata në Novosel krijohet nga prurjet intensive që vinë që nga Greqia. Po sigurisht janë marrë masa derisa nuk ka patur, si të themi, pasoja tek njerëzit. Ka patur dëmtime diqi përmbytje të banesat që janë afër shtratit të lumit. Në fakt ato banesa nuk duhet të ishin ndërtuar atje në shtrat, sepse ato janë gjithmonë rrezik përmbytje. Po e para njëherë është që ato familje që janë të rrezikuar atje, ato duhet të jenë në kontakt me, si themi, me njësinë administrative në Novoselës që me të marrë informacionin të zhvendosen, sepse ose të ikin si banesa, duhet të jenë më atje si banesa tek ku janë zone rrezikuar, pra ato janë në nivel me lumin. Sa del lumi aty, ato janë të rrezikuara. Pra ose duhet të zhvendosen ato si banesa, mos qëndrojnë aty, ose të jenë në kontakt pastaj që të marrin informacion me njëherë të zhvendosen vetë, mos ketë probleme me të rrezikojnë vetë apo baktitë e tyre. Kjo është situatë. Sipas tyre, përmbytjet janë pjesërisht fatkeqësi natyrore, por dëmet mund të reduktohen ndjeshëm nëse merren masa paraprake, nga pastrimi i kanaleve deri tek forcimi i argjinaturave dhe njoftimet në kohë për zonat e prekura. Qytetarët nënvizojnë se çdo dimër përballen me të njëjtat probleme, ndërsa kërkojnë planifikim afatgjatë dhe ndërhyrje parandaluese, jo vetëm reagime emergjente. Ata theksojnë se situata e këtyre ditëve tregoi edhe një herë tjetër se mungesa e investimeve dhe koordinimi i dobët institucional e përkeqësojnë gjendjen, duke bërë që dëmet të bien mbi qytetarët. Qëndrimi i përbashkët është i qartë, përmbytjet nuk mund të shmangen plotësisht, por pasojat e tyre mund dhe duhet të minimizohen.